U tha që Egli është në një gjendje shumë të rëndë, zbulohet e vërteta ja çfarë qëndron pas këtij lajmi të bujshëm. Një video e publikuar në TikTok shkaktoi shumë bujë, teksa pretendohej se Egli Tako është në gjendje të rëndë depresive. Ky postim i bërë nga një përdorëes që paraqitet si gazetar, pretendon se ka marrë informacionin nga një mjek të cilin e prezantoi si Zoti Vasko, por pas zbuluar identitetin e plotë të tij, pas një kërkimi të thjeshtë, rezulton se nuk ekziston asnjë psikologji e njohur në Shqipëri me këtë emër, duke ngritur dyshime mbi besueshmërinë e lajmit. Kjo situatë ka sjellë shqetësim mbi mënyrën se si individ të ndryshëm përhapin informacione të rreme për gjendje shëndetësore të personazheve publik pa asnjë konfirmim apo verifikim të saktë. Deri më tani Egli vetë nuk ka bërë asnjë deklaratë mbi këtë çështje dhe nuk ka asnjë burim zyrtar që pritet që ta konfirmojë pretendimet e bëra në TikTok, teksa të shumë kanë qenë fansat e Eglit që ja kundërvën këtij gazetari. Nga ana tjetër bëhet me dije se Egli po kalon disa kohë qetësie në jugun e Shqipërisë në Rivierën Shqiptare për t'u qetësuar dhe po mendon të jap një intervistë shumë shpejt ku të sqarojë shumë çka. Kujtojmë se nga ana tjetër publiku i gjerë është tërkëshëri për ta ndjekur se ç'do të thotë, pasi kujtojmë se Egli ditën që doli numëronte 192.000 ndjekës e shifrat pas daljes fluturuan në mbi 330.000, duke u rritur me më shumë se 130.000 ndjekës në një kohë disa ditore. Duket se gjithë kjo koshëri është për shkakun se si doli në gjendjen e rënduar emocionale, mirë po tani më që ka kaluar disa ditë në xhirin e familjes dhe mbështetjet e ardhura nga shumë kush, duket se ajo është më e qetë për të dhënë prononcimin e saj.